Faleminderit. Atëre do përpiqem që të mos bien përsëritje, por ajo që do të them në radhë parë është fakti që profesioni i minatorit është profesioni më i vështirë e para dhe nuk krahasohet me profesionet e tjera. Dhe këtë tregojnë shifrat e vdekshmërisë në vendin e punës. Dhe prandaj propozimi i projektligjit që na ka ardhur sot është i domosdoshëm në vendin tonë. E para kjo. E dyta, duhet kemi parasysh që statusi i minatorit që kërkohet nuk është lëmosh, por është një e drejtë që duhet vënë në vend që për 35 vjet është injoruar pra. Profesionit më të vështirë në vend dhe potencialisht në botë nuk po japim një status të veçantë. Ndërkohë kemi një status të veçantë për deputetët. Dhe fare mirë rat dakord para 2-3 vjetësh që ti dyfishonit pagat tuaja, ka deputet që do dalin me 4.000 euro pension dhe këtu relatori foli edhe për ndikimin që miratimi i statusit minatorit do ketë në buxhetin e shtetit pra. Tani, kur vjen puna nga aspektet ligjore, a duam të përcaktojmë një status të veçantë, që unë jam kategorikisht që duhet përcaktuar një status i veçantë, sepse statusi i minatorit përcakton dhe një sër, le të themi, përfitimesh, mbrojtjesh për këtë kategori që nuk janë specifike, qoftë për dëmtimet në punë, qoftë për trajtimin mjekësor, shumë çka tjetër. Por pyetja është e thjeshtë, a jeni dakord me propozimet që ka ky projekt ligj? Kjo është pyetja, sepse në qoftë se jeni dakord, atëherë këto propozime mund të aplikoheshin dhe te ligji ekzistues 29/2019, edhe për naftëtar dhe për metalurg nëse doni ju. A jeni asnjë dakord me këto propozime? Në qoftë se jeni dakord, hajde ta bëjmë. Në qoftë se, siç mendoj unë, dhe është dhe propozimi këtu, duhet një status i veçantë, atëherë mund të amendohet ligji ekzistues dhe nga ato kategoritë hiqen minator dhe përfitimet i marrin nga statusi minator. Pra të ngecim në kleçka është fare kollaj. Është fare e thjeshtë. Ndërkohë, çështja është, a do t'i trajtojmë këtë kategori siç duhet apo jo? Zgjidhjet ka pafundësisht. Tani, meqense e mora fjalën më në fund, do doja të flisja edhe për amendamentet që kanë propozuar për këtë projekt ligj. Po, nga ana procedurale, amendamentet do flitet kur diskutojmë nën për nën. Megjithatë, neve do ta trajtojmë një herë në parim. Dhe unë do të kërkoja jo të shkonit në detaje, por sikurse meqense keni fjalën, të jepni një kornizë të përgjithshme të asaj. Amendamentet. Por, e vetmja gjë edhe një herë për ta theksuar dhe për ta qartësuar. Ndoshta edhe me një pyetje. Ne në këtë tryezë jemi të gjithë për të përmirësuar jetën dhe anën financiare të gjithë profesioneve në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë nevojë për t'u adresuar me një kush më specifik. Edhe përmendëm pak më parë, është një ligj që ka adresuar një trajektore të tillë. Pyetja ime do të ishte, pse nuk ndërhyjmë tek ai ligj? Po krijojmë një status veçantë, sepse këtë jemi. Ju mund na vini në pyetjen, prap do ta them, ndoshta për 16 herë populiste, sepse kjo pyetje e bërë disa herë nga ju, jeni apo s'jeni me ne, është provokative dhe duhet ta them një gjë të tillë. Ju përgjigjen pyetjes? Por pyetja ime do të ishte, kur ne jemi të vullnetshëm për të përmirësuar, pse nuk ndërhyjmë te një ligj ekzistues, po duhet një status i veçantë, vetëm këtë. Pse amendamentet tuaja nuk janë për atë ligj? Meqense do flisni për amendamentet, po janë për një status të veçantë? Por fare thjesht, sepse karakteristikat e vështirësisë në punë të minatorit nuk ngjajnë me atë të naftëtarit apo të metalurgut. Bëhet fjalë për vështirësi në punë, për vjetërsi në punë, për faktin se sa thellë shkohet. Për pensionin suplementar, nuk janë. Janë te projektligji, por nuk janë te ligji ekzistues. Ndëruar kryetare, ndëruar antar, faleminderit për fjalën. Sa për parafolsin, po e marr nga parafolsi se është dhe kolegu im është në njëjtën fushë dhe e njeh shumë mirë fushën e minierave. Qeveria shqiptare në 2019 e ka përfshirë, domethënë, si minatorët dhe naftëtarët dhe metalurgët. Ky është një ligj që është shumë i mirë dhe shumë i saktë, mund të ketë nevojë për përmirësime, ashtu si çdo vend në Bashkimin Evropian të zhvilluar. Nuk ka një status të veçantë minatori, po e kanë përfshirë brenda një trajtimi financiar suplementar këto kategori. Ky ligj normalisht parashikon shtesë mujore mbi pensionet bazë, llogaritje sipas viteve të punës për vështirësi dhe rrezikshmëri në punë.
sa për nenet që janë në projekt ligj, të tëra janë të parashikuara si për vështirësinë në punë për sigurinë e punojësve minator dhe këto. Në qoftë se keni kohë tash, unë mund t'i citoj një për një dhe nenet, por do jam i zgjatë se të tëra janë. Atëre, njeni 7, kompensimin e aksidentit në punë, së të marë, pastaj dhe sigurimin e aty. Njeni 7 është lidhur me VKM numër 1109, datë 30 për sigurimin, i kam të gjitha, ose do të për vështirësinë, ta ashtu sipas njeni që është për katës. Për vështirësinë. Të gjithë njeni për katës që është dhe të them që Po, ju mund na jepni këtë si një përgjigje edhe me email, sepse këto detaje. Dakor, por ne jemi në parim duke diskutuar nëse do të duhet të shkohet më shumë në të gjithë analizën, qoftë të kostos financiare të këtij propozimi nga zonja Tabaku, apo në parim do të themi që ka ligje të tjera për cilat ka nevojë për përmirësim. Kjo është çështja. Ta mbaroj zoti Muçi. Atëre, pyetja ime është kjo. A bijem në parim dakord me propozimet e këtij projekt ligji, me gjitha nenet e këtij projekt ligji dhe pastaj a doni të implementojmë dhe ligje ekzistues? Për të gjitha kategoritë, a doni të implementojmë me status veçantë, që un jam për status veçantë? Hajde ta flasim se këtu ligji ekzistues merr në konsiderat thjesht një suplement të pensionit që siç e thon minator, naftëtarët edhe metalurgët është tërësisht i pamjaftueshëm. Kontributet që flisja me naftar, kontributet që ata paguajnë ose duhen të paguajnë në krahasim me ato që përfitojnë nga ky pension suplementar është mos ia vlej fare. Këtë thon naftarët sot, me statusin e naftarit, ashtu quajtur. Pra, mund të shtiremi sikur e kemi një kornizë ligjore që i jep diçka këtyre kategorive, po thelbësisht, qofse flasim me ta, qofse bëjmë dëgjesa publike, qofse i ftojmë këtu, do kuptoni që askush prej tyre e quajnë tallje. Ata e quajnë tallje kornizën ekzistuese ligjore. Tani, në qofse ne bijem dakord parimisht me nenet e projekt ligjit, pastaj hajde diskutojmë, a do di implementojmë te ligji ekzistues apo te një status i veçantë. A jemi dakord?